Tung njerëz, ja ku jam, unë jam Armand Xhuli dhe si kundër çdo të hënë në ora 9, mbasi kam ngrënë një croissant bono, jam këtu në Radio Sol në frekuencën 89 MHz për emisionin Mesazhi i yjeve në fat dhe në muzikë. Këtë gjë mund ta ndiqni edhe në kanalin ton YouTube Sol 89 dhe duke i falënderuar miq tanë të croissant bono që na japin i dorë, na ndihmojnë në këtë emision që bëjmë, po kaloj te mesazhi i yjeve, pra te horoskopi. Dashi, para ca kohësh po shifja një dokumentar. Për gjithë ata që nuk e kanë parë ndonjëherë, kur një nuse lale gjen një ushqim që i pëlqen ose fiton kashi një kafshë tjetër, për të siguruar gjahun, fillon një kërcim që shkencëtarët e quajnë vallja luftarake e nuse lalës. Gjatë këtij kërcimi ajo fishkëllin, harkon kurizin, fryn bishtin, kërcen pupthi si e çmendur dhe rrotullohet rreth vetes me një shpejtësi të çuditshme. Pse po a them juve të shenjës dashit? Sepse edhe ju në ditët në vazhdim duhet të gjeni një mënyrë tuajën origjinale për të shprehur gëzimin që do të keni për arritjen e një qëllimi. Demi. Njerëz të shenjës Demit, po e filloj me një pyetje. Çfarë më shëron më mirë virtytin e guximit? Ndoshta të shkosh të luftosh si ushtari i devotshëm? Apo ndoshta të denoncosh korrupsionin, shfrytëzimin? Apo ndoshta të marrësh malet të ngjisësh Everestin? Apo ndoshta të nëtosh në një lum plot dall, plot rryma? Natyrisht që të gjitha këto janë patjetër guxim. Por arkitekti francez Fernand Pouillot i shenjës Demit mendon ndryshe. Ai thot, guxim do të thotë të jesh vetvetja dhe të jesh i pavarur, të duash gjithçka që të rrethon e të jesh në gjendje të zbulosh rrënjët e ndjenjave të tua. Është tamam ky modeli i guximit të cilin duhet ta shpalosësh në këto momente, i dashur apo e dashur dem, se e dashur dem nuk shkon. I dashur dem apo e dashur lop, në fajza kuptohet. Prandaj, duke pasur parasysh sa më sipër, nxirr më të mirën që ke brenda ashtu siç vetëm ti di ta bësh. Guxo dhe nuk do të pendohesh. Binjakët. Të dashur binjak, sot horoskopi juaj do t'i referohet një konkluzioni që unë e kam arritur duke takuar e duke folur me shumë njerëz. Edhe pse do të duket pak i hidhur, në ditën në vazhdim konkluzioni im do të jetë esencial për suksesin tënd. Unë kam kuptuar se njerëzit mund të harrojnë shumë shpejt çfarë i ke thënë apo çfarë i ke bërë, por nuk harrojnë kurrë se si i keni bërë të ndihen. Ky konkluzioni imi, a është tepër i çmuar për ju o binjak? Në qoftë se shpresoni të arrini atë që aq shumë dëshironi, duhet patjetër të arrini të shprehni sa më mirë atë që vërtet ndjeni. Në qoftë se doni që vërtet të ndjeni mirë, duhet patjetër të nxirrni në pa aftësinë tuaj për të gjykuar karakterin e atyre që doni, dhe në qoftë se doni që të keni gjithnjë dashurinë që meritoni, mos i bëni të tjerët të ndjehen keq. Përpiquni t'i bëni të tjerët të ndjehen mirë kur janë me ty. Gaforja. Gafore, si do t'i përgjigjemi këtyre pyetjeve? A do t'i kapërceni kufit apo doni të tërhiqeni duke kërkuar një rrugë shpëtimi? Do të rrezikoni të bëni të rrëmuj për qef apo do rini të strukur dhe të sigurt duke i bërë hizmet ca ëndrave me sy hapur? Personalisht Gafore, shpresoj se do të zgjidhni ato gjëra që figurativisht ju hallakasin një çik. Kjo nuk do të thotë që jeni të detyruar ta bëni. Dhe në qoftë se do ta bëni, mos e bëni për t'u dukur apo për të bërë figurë të mirë. Bëjeni se kështu respektoni veten dhe dëshirat tuaja. Në të kundërtën, varjeni. Luani. Kur kompozitori rus
Piotr Ilich Tchaikovsky po shkruan të partiturën e të famshmes Overture 1812, futi edhe 16 gjuhëtje reale me top luftarak. Nuk donte që të fuset sa gjuhëtje me çekiç ose mbi një kudër druri nga ato efektet që të dukeshin si goditje topi, por gjuhëtje të vërteta me top. Mund të duket si çmenduri, por s'mund të rish pa e admiruar kurajon e tij dhe idenë gjeniale për të përdorur një tingull që askush tjetër më parë nuk e kishte përdorur. Duke ju referuar dhe duke ju drejtuar pozicionit tënd të yjeve, të ftoj edhe ty e luan apo luanesht i thyesh rregullat se një gjë gjeniale të duhet edhe ty në këtë moment. Jo gjithmonë duhen ndjekur rregullat e lojës. Ky quhet antikonformizëm dhe në ditën në vazhdim do të duhet. Virgje Resha. Poeti dhe aforisti i Argentinas, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, i shenjës Virgje Reshës në një nga aforizmat apo konkluzionet e tij thotë: në qoftë se asgjë nuk përsëritet në të njëjtën mënyrë, atëherë çdo gjë që ndodh është e fundit. Kjo më duket e saktë, sidomos në qoftë se të flasim për ty, i dashur e dashur dëgjuese e shenjës Virgje Reshës. Këto ditë dhe për këtë vëbast, do të përfshihesh në një vorbull të reja që do të duhet të fillosh çdo gjë nga zero dhe ku do të duhet të bësh një eksperiencë ose një sër eksperjencash të reja që nuk i kishe provuar kur më parë. Ndërkohë, mundohu të jesh original në zgjidhjen e situatave dhe mos ju refero zgjidhjeve të ngjashme që mund të kesh bërë në të shkuarën. Mos haro, çdo gjë ndodh vetëm një herë, asgjë nuk përsëritet. Peshorja. Çdo kujt i ndodh të trishtohet nga një herë, të jetë i pafuqishëm, i dekurajuar, sikundër ti duket sikur nuk e do më njeri e të tjera. Por të jesh qenie njerëzore, ndodh, sepse je qenie njerëzore. Lajmi i mirë është se unë mesazhin e ardhur nga yjet nuk e parashikoj, ose unë nuk parashikoj në mesazhin që ka ardhur nga yjet që edhe ti o peshore po kalon një moment të tillë. Dhe lajmi akoma më i mirë është se në ditët në vazhdim, ose ditët në vazhdim do të shërbejnë edhe për të kuptuar se çfarë duhet të bësh kur je në gjendje jo të mirë, si në rastet që përmenda më sipër. Këtë gjendje jo të gëzueshme që po të vjen, nuk duhet të kalosh duke u mbyllur në vetvete, por duke e shkarkuar, duke shkundur në qylim, shkon palestër, dil me vrap nga liqeni, bëj një udhtim, bëj një gjë çfarë të duash, një gjë fizike për shkarkuar gjithë tensionin e brendshëm emotiv që ke. Okej? Akrepi. Në mars të vitit 1969, ndërsa fluturonte në hapësirë me Apollo 9 si pilot i modulit hënor që po eksperimentoi, piloti amerikan Russell Schweikart, i shenjës Akrepit, kur mbriti në tokë, tregoi për një pamje të mrekullueshme që kishte shijuar kilometra larg tokës. Një nga pamjet më të bukura që unë mund të kem parë, tregoi ai, ishte shkarkimi i urinës në perëndim të diellit. Dukej si një ujvar diamantesh. Ishin miliona kristale akulli që dilnin në hapësirë me shpejtësi shumë të madhe. Kur je në hapësirë akrep, mbase janë këto mrekullit që shef. Por ti i dashur akrep je në tokë dhe duhet i dedikohesh mrekullive më konkrete, e më afërt teje. Në rregull, personat që të rrethojnë, ata janë mrekullia e vërtet për ty. Mrekullin e ke përballë, mjaft të hapësh syt, s'ke nevojë të shkosh në hapësirë. Shigjetari. 1 në 4 persona, sipas një studimi të një instituti amerikan, pra 25% e njerëzve vuan nga idea fikse ose nga fiksimi, siç i themi në gjuhën e përditshme, si për shembull që ka lënë të ikë për duash rast ideal, që ka keq kuptuar një informacion që do t'i hapte dyert e jetës,
që nuk ka arritur ta kuptoj në kohë atë që ai ose ajo donte t'i shprehte, kur flasim për ndjenjë natyrisht. Në qoftë se edhe ti është shigjetar, bën pjesë të ky grup, të ky 25%, kam një lajm të mirë për ty. Në ditën e vazhdim do kesh rastin t'i plotësosh këto pishmane që të kanë ngelur. Në qoftë se bën pjesë të 75% që tjetër, që janë të sigurt që kanë shfrytzuar çdo moment më së miri në ditën e vazhdim, atëherë shigjetar mjafton vetëm të ndjekësh rrugën e deri tanishme për të ngjitur sa më lart. Bricjapi. O Bricjap, bura grua qofsh, po të jap një këshill që mund të duket pak si budallik. Mbase ty të duket si çmenduri të besosh që dikur ti ke jetuar një jetë tjetër. Po sikur të mendosh një moment që dikur ke qenë një muzikant kinez, i shekullit të 13, apo në një shtëpiake franceze e viteve 400, apo një shtrigë angleze e kohës Shakespeare-it, apo një mjek popullor i shekullit të 16 në Paraguay. S'ka rëndësi fare se çfarë ke qenë. Është shumë e rëndësishme që ti, për periudhën që vjen e që do të jetë një betejë për ty, për të arritur synimet e tua, duhet të krijosh një model i cili duhet të t'japë energjinë e dur. Të duhet një model. Ujori. Një firmë italiane dyshekësh ka prodhuar një dyshek me karakteristika që ndihmojnë në jetën intime. Dysheku ka rrypa doreza, susta të fuqishme që sigurojnë një elasticitet të jashtëzakonshëm e të tjera nga këto. Ujor. Keni nevojë ta bleni një të tillë. Yjet më thonë që ka ardhur momenti që t'i dedikoheni më shumë dashurisë. Dysheku ishte një metaforë natyrisht, por keni parasysh këto 4 këshilla. Duhet të rrisni aftësinë për të pranuar afër personin që doni pa u bezdisur. Mos harroni aftësinë për të dëgjuar sinqerisht partnerin. E treta, vlerësoni sinqerisht të bukurën e partnerit, atë që të ka tërhequr gjithmonë tek ai ose tek ajo. E katërta, bëhu akoma më i dashur apo akoma më dashur se që je. Peshqit. Për ju o peshq, sot do t'jem pak më konciz. Sipas asaj që unë shoh duke lexuar ndërthurjen e yjeve, mesazhin që ka ardhur nga yjet në shenjën tuaj, po ju them, mos provoni më të jeni ata që realisht nuk jeni. Mos u shtirni. Nuk është periudha. Pak me zgjeruar, po gjithsesi e përmbledhur është kjo. Mund edhe të arrini rezultate të shkëlqyera edhe duke mos qenë ai apo ajo që je. Duhet të shkoni kundër nevojeve instiktive dhe zakoneve tuaja. Mund edhe të ndryshoni ca gjëra, por asnjëherë nuk do të keni atë kënaqësi dhe atë qetësi që do t'ju duhet pas pak kur t'jeni në rrugën e dur. Dhe në rrugën e dur do t'jeni shumë shpejt. Ky ishte edhe për sot horoskopi, shpresoj që do t'ju ketë vlerëtur njerëz dhe tani pas horoskopit do t'ju flas për një këngë të një dysheje shumë të famshme. Janë 2 amerikanë dhe kanë filluar duke i quajtur duetin, duke i quajtur veten e tyre Tom and Jerry, u ndan dhe kur u ribashkuan u quajtën thjesht me emrat e tyre, Paul Simon dhe Art Garfunkel. Kënga për cilën do t'ju flas sot titullohet Mrs. Robinson. Për të analizuar këtë këngë dhe mesazhin e saj duhet të referohemi filmit për të cilin kjo këngë është kompozuar. Është filmi i vitit 1967. Po xhiroi filmi i Diplomuari ose në origjinal The Graduate. Në film i riu Benjamin, që është aktori i filmit Dustin Hoffman, i porsa diplomuar, kthehet për familjes ku e presin të gjithë për ta festuar. Ai është si hutuar, tepër i shqetësuar për të ardhmen e të tjera. Atëherë, e gjithë koha e tij kalon në përkotësira. E kreu detyrën e tij, kreu detyrimin ndaj familjes, i mbaroi studimet, tani nuk di më se çfarë të bëj, sepse brenda tij nuk ekziston ajo ëndra e madhe amerikane. Në një farë mënyre,
paqartësia e të riut Benjamin përfaqëson edhe paqartësinë e të rinjve të një kombi të tërë në periudhën për të cilën bëhet fjalë. Paqartësinë e të rinjve në fundin e viteve 60. Djaloshi Benjamin fillon një relacion, një marrëdhënie me gruan e ortakut të babait të tij. Gruaja nga ana e saj e përhumbur edhe ajo në kotësinë dhe falsitetin e përditshëm, në depresionin e saj, përfaqëson një shoqëri të tërë në të njëjtat kushte. Shoqëria e fundit të viteve 60. Atëherë, për të haruar gjërat e përditshme, i qepet djaloshit duke e pretenduar edhe si pronë. Në këtë situatë, ndërhyn kënga që me vargjet e saj tregon një marrëdhënie të bazuar vetëm në gjëra boshe dhe gjithashtu është edhe një kritik për një grua që përpiqet të jetë devotshme ndërkohë që ka një marrëdhënie për të fshehur. Në një farë mënyre është metafora e të gjithë të rriturve cinik e të pamoralshëm. Por nga ana tjetër është edhe një marrëdhënie që shkundet dhe trazon kë është i gatshëm për një ndryshim. Çifti bëhet modeli ose pasqyron modelin e një revolucioni shumë më të gjerë, e revolucionit seksual të fundit të viteve 60 që përfshiu të gjithë Amerikën dhe jo vetëm, përfshiu dhe Europën e të tjera atje. Është edhe një fakt tjetër që bën pjesë në këtë revolucion. Fakti që njeriu arrin ta kuptojë se në çfarë situate ka përfunduar kur dashurohet me vajzën e zonjës Robinson, me vajzën e asaj që deri në atë moment i dukej sikur ishte dashuruar. Atëherë çdo gjë duket sikur del nga errësira dhe merr jetë. Benjamin ndërgjegjësohet nga realiteti dhe kupton që shoqëria dhe jeta mund të vazhdojnë me rutinën e deri atëhershme. Dhe kjo, në formën më të bukur artistike, shprehet në strofën e fundit të këngës Mrs. Robinson, kur autorët Paul Simon dhe Art Garfunkel përdorin situatën politike si metaforë për jetën dhe ku ngrin pyetjen se si do të vazhdojë kjo punë kur kandidati politik është dukur dhe së bashku me të edhe premtimet e tij. Gjithë sa më sipër në vargjet e këngës nga unë të shqipëruar të përshtatura, është kjo që do të lexoj tash ti. Zonja Robinson, jam këtu për ty. Jezusi të do më shumë se sa kujton ti. Ky urim është për ty, zonja Robinson. Që Jezusi të do më shumë se sa ti kujton. Zoti t'ju bekoj, zonja Robinson, unë lutem, se parajsa e ka një vend për ata që luten. Do të donim të dinim pak për ty, për ta ditur. Donim të të ndihmonim të mësosh se si veten të ndihmosh. Shiko për rreth, e çfarë je duke vrejtur janë vetëm sy të dhëmshur. Shëtit në porobor derisa si në shtëpi të ndihesh. E marrëdhënie që ke në një skut të fshesh, ku askush kur nuk shkon. A në raftin tënd fshi atje ku ëmbëlsira të mban, e le të mbetet sekret, vetëm për Robinsonët, por mbi të gjitha fshihen nga fëmijët. Ullur në një divanie të dielën pasdite duke parë debatin mes kandidatëve, me dikë qesh, me dikë mërzitesh, pastaj të takon ty të zgjedhësh, por gjithsesi do të humbasësh. Joe DiMaggio, ku ke shkuar, kombi ynë nga ty i kthen sytë e vetmuar. Çfarë donit na thoni tani, zonja Robinson, që Gjoltin Joe ka ikur dhe është larguar? Kjo ishte kënga njerëz, tani duke falënderuar një nga mundësitë për të bërë ky emision dhe një nga shijet tone që shkruhet sa Bono, ju ftoj të ndiqni një cover të këngës nga Eni Nelku, nga Kolsheu dhe nga Bledi Seiko, që të tre së bashku bëjnë Bluebird Band. Njerëz, Mrs. Robinson, qofshin mirë ku do qofshin.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you'll know. Oh, oh. God bless you, please, Mrs. Robinson. Have an also please for the pray. Hey, 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 hey. In a hiding place when no one ever goes. Put it in your pantry with your cookies. It's a little secret just to Robinson's power. Last of all, you got to hide it from the kids. Good, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Oh, oh. Bless you, please, Mrs. Robinson. Have an also please for the supreme. Hey, 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 hey. Sitting on a sofa on Sunday afternoon, watching the candy days sleeping. Everybody's shouting about it. Many can to choose. Every way you look at it, you lose. Why have you gone, John? Imagine you. They should turn its lonely eyes to you. Oh, oh. What said you see, Mrs. Robinson? Talking choice snaps ain't gonna be. Hey, 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 hey.